Pasi jemi divorcuar, kemi marrë rrugët të dy. Ai rrugën e vet, unë rrugën time, kaq. Mora fëmijët dhe ika dhe nuk theva kokën mbrapa më. 8 vite kam jetuar me shpresë se do të ndryshoj, e kupton? Dita ditës do ndryshoj raportet me fëmijët me mua, po e pash që nuk ndryshon fare dhe mora hapin. Jam pishman që kam duruar shumë. Ai kishte halle me mua, jo me fëmijët. As me familjarët e mi, ai thjesht kishte halle me mua. Ishte xhelozia e tepërt. Dhe për këtë arsye erdhëm deri në atë pikë. Punoni këtu, studioni? Po, Punoni apo? po. Çfarë punoni? Jam edukatore. Edukatore. A do sa është profesion i domethënë që e bën me qef? Po, është. Po, është profesion që bëj me qef. Vini nga Shqipëria, duke Jo. Flisin tamam si Shqipërisë. Faleminderit. Fakultetin në ku ke kryer? Po, e kam kryer në Universitetin e AB. Po do mos Shqipërisë, as Jo. kemani tekst shot. Jo, jo. A ndërkohë jeni familjare kështu? Po. Jeni nën? Po, jam nën 2 fëmijëve. Po. Sa e ridukesh, kompliment. A ndërkohë çfarë moshe e bën anë? Jam bo moshën 18 vjeçe. 18 vjeçe. Po. Është kjo moshë e re, sipas te. Shumë. Po, shumë e re, po fati ka të kështu. Kjo është dhuratë. Po, Po që pishman nuk je. jo asnjëherë. A ti kanë dalë ato ëndrat kur bëhesh nën, domethënë, a ka qenë pak më kufizuar për ty? Jo, nuk ma ka marrë lirin nënësia, jo. Jo, kam dalë vet, kam dalë vet. Ja ke dalë vetë. Po, Ke mundur. po. Po dimën e bashkëshortit sa ke pas? Me kam pas, po tani jam nën vetërshyse. Je Po. e divorcuar. Po, Okej. Sa vite janë ndan fal? që 2 vite gjysmë. Po. Sa më mundesh më dalë? Mirë, ja dalë kështu. Është pak. Është e vështirë, por ja dalë. Antikon në raste kur nuk shkon mirë një lidhje, a duhet ndërprehet? Normale që po, sidomos kur ke dhunë. Ju keni pasur tonë? Po, arsyeja e dhunës ishte. Okej. Këtë tonë si përjetove sa gjatë? Ishte traumë normale që ishte traumë. Jo që përjetova vetëm unë, po edhe fëmijët. Pak a shumë nëse nuk është personale shumë, a ka zgjatë shumë kjo tonë? Ndaj ti? Po, Sa vite? rreth 8 vite. 8 vite. Po, Ja tani ju keni qenë 8 vite bashkë me to. po. Të marrësh ato tortura kaq 8 vite, kaq shumë është e rëndë për një nën. E po do të po për fëmijët? Përvallove për fëmijët. Po, normal që po. Ja tani mundësi të dytë? Jo, jo. Ishte mundësia e parë që unë për hapin edhe mori fund. Po keni denoncuar ishpërin tonë në polici? Normale që po. Vazhdonte prap? Jo, mbasi jemi divorcuar, kemi marrë rrugët të dy. Ai rrugën e vet, unë rrugën time, kaq. Po 8 vite kanë qenë për juve dhunë. Normal që po. Më shumë dhunë psiqike. Po. Gjithë ato gra për hatur fëmijëve ndoshta edhe tolerojnë dhunën edhe ato maltretimet që i marrin të shumta. Gjëja që është gjëja më e gabuar që bëjmë një nanë, se unë kam bo vetë, kam bo 8 vite. Është gjëja që është gjë e gabume, nuk du të bë. Nuk e preferoj më ta po. Jam pishman që kam po, që kam duruar shumë. Këto raste a shpëtim divorci? Po, normale që po, jo vetëm për ty, po edhe për fëmijët. Fëmijët e mi kanë jetën më të mirë tani. Kjo është. Pse disa gra për hatur fëmijëve përballojnë këtë dhunë edhe qëndrojnë me dhënues? Tani, du dim se nuk du të gjykuar pse përballojnë, pasi mund të ketë që nuk e kam përkrahjen e familjes. Unë e kam përkrahjen e familjes time, unë e kisha në fakt. Dhe kur mora hapin dhe nuk e ktheva kokën mbrapa, kupton? Kisha babin, mamin, krah timin edhe çdo gjë shkoi mirë. Po lumë si di sa mirë që ke përkrahjen nga familja, nuk e kanë shumica këtë Për përkrahje. arsye them që ato nuk kanë përkrahjen nga familja dhe nuk e marrin hapin. Kjo është. 8 vite janë shumëta se përsëris 2-3 herë. Edhe më thënë për këtë dhunë, për këtë trajtime që ti ke marrur shumë prej ishburrit tënd. Sa ka qenë për ty, domethënë ajo shtytja që këtë vendim ta marrësh dhe të jetë përvendimtar më të ndahesh. Ishte, si themi, më mbush kupa edhe mora fëmijët dhe ika dhe nuk theva kokën mbrapa më. Tash u bë mjaft më, nuk ndryshon. Pasi 8 vite kam jetuar me shpresë se do të ndryshoj, e kupton? Dita ditës do ndryshoj raportet me fëmijët me mua, po e pash që nuk ndryshon fare dhe mora hapin. Kjo është. Kur keni qenë bashkë, çdo herë domethënë ka qenë kjo e njëjta gjë? Jo, her pas here. Her pas here ndikonte. Kështu ka qenë, ka ardhur me kohën në shtëpi ku keni jetuar ju? Po, çdo gjë ishte tamam bab, por tek unë ndryshton të dhunë.
Ai kishte halli me mu, jo me fëmijët. As me familjarët e mi, ai thjesht kishte halli me mu. Se sipas te epin shpeshta këto ndarje, këto divorce mes çifteve? Më shumë është xhelozia. Unë them që xhelozia është smundje. Pasi këtë e kam përjetu vetë, nga xhelozia e madhe, shkakton dhuna, vjen te dhuna, këso gjonash. Xhelozi ka pasur ish Po, pashoq. normale që po, ishte xhelozia e tepërt. Dhe për këtë arsye erdhëm deri në atë pikë. E kupton? Nuk bëhet fjalë për ndonjë tradhti. Jo. Nuk them dot që është ndonjë tradhti. Jo, nuk bëhet fjalë. Unë kisha dashur që ato gravet, domethënë që janë të divorcuara, kanë përjetuar një mesazh t'ia kishte dhënë. Unë do i thoja që bën të forta dhe merrni hapin, sa s'është bërë vonë. Kaq. Mund t'ja dalni vetë, dhe pa përkrahjen e fëmijëve, thjesht drejtoni institucionet grave dhe mund t'ja dilni vetë. Beson, unë ja kam dalë. Dhe jam shumë mirë me fëmijët, fal Zotit, jam shumë mirë. Tash fëmijën ish burri i takon? Po, normal i takon. Ja lejon, domethënë. Normale po, ai është baba i fëmijëve të mi. Unë si ndaloj fëmijët e mi. Unë tash që ai ka pas halli me mu, jo me fëmijët e mi. Dhe nuk i ndërprej, ai ta ish gjak e tyre, normal që unë i lejo fëmijët e mi pa. Kjo është. Shembull shumë i mirë, që domethënë ti nuk i lirgon fëmijët. Jo, asnjëherë. Dhe asnjëherë nuk bëhet fjalë të flasun keq për ta. Jo. Është familjarët e tyre, i lejo të shkojnë te familjarët e tij, te babai vet çdo javë, çdo vikend merr telefon, çdo gjë. Ndërkohë se nuk i di çka për më shton në fund. Unë falenderoj shumë për kohën, faleminderit shumë që ndajti këtë rrëfim që na preku shumë. Vazhdo të jetë në të fundit këto gjëra ndaj një gruas. Unë të uroj më të mirat në jetë ty. Faleminderit. Ti çka për më shton në fund? Jo, s'kam asnjë gjë për shkurt. Thjesht them që duhet bëhet forta çdo nën që është vetë ushyse, bëni fort dhe mendoni që keni 2 fëmijë ose më shumë kratut dhe do të jetoni për ta. Kjo është. Ata janë ardhmja jonë. Një mesazh mjaft i mirë. Unë të uroj më të mirat në jetë ty, sukses, shëndet. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.